A mundet alergjia edhe me u shkaktu prej stresit, prej ankthit? Ka interpretime të ndryshme prej personave laik se nga rrjedh alergjia. Edhe për këtë arsye mundohen që edhe në forma empirike, edhe në forma natyrale ti trajtojnë alergjitë. Stresi është një fenomen i cili është gjithmonë rritje e sipër. Dhe stresi, siç dihet, e rrit edhe kortizolin, po mund të arrit edhe histaminën. Mund të jetë do thotë në një farë forme si proinflamacion i cili i ndodh organizmet. Jo domosdoshmërisht stresi e shkakton alergjinë, sepse stresi nuk e shkakton alergjinë në mënyrë të drejtë për drejtë, por mund t'i përkeqësoj simptomat e alergjisë dhe mund të ketë reaksione të komplikuara në përgjigje ndaj stresit. Pra, reaksioni alergjik të jetë një fenomen dhe pastaj të shkojë një lloj domino efekti, pra ku një kuti rrëzohet dhe vazhdon rrëzohen gjitha, sepse stresi pastaj vetëm i progredon dhe i përkeqëson simptomat. Do të thonë, a i bjen kjo që nëse një pacient ka predispozita për me pas alergji, edhe ja nis mi shku nerva dikush, një shok, një familjar, mundet me ardh me simptoma shumë më tashpra të alergjisë? Sikur ajo që ta pa të bu pyetja në me pas alergji në burrin dem. Po, nuk mundet me ndiku ashtu alergjia, jo, nuk mundet me ndiku, sidomos të këto emocione sporadike, nervoza momentet, ankthi, stresi, nuk pres ndonjë reaksion apo ndonjë përkeqësim të masstatave, po definitivisht stresi dhe ambientet stresogjene munden me ndiku në mënyrë indirekte në manifestimin e alergjive. Jo shkaktori i alergjive, po ti përkeqësojnë ato.